Tarë komune që i ka bo në qerë dhe unë për i thëmë... Kjo është një shkollë që ja u këmë gjetë, edhe ja u këmë gjetë tjetërën që ja u këmë po. Kjo është një shkollë, dhe kjo është modeli i ri që ja u këmë bo tash. Bullicin, se ishte duke të replikuar tani dëgjoj. Fillimisht, po të nosim për drejtorin që ka qenë 2 mandate dhe ka ndru subjektin politik për interesat vetë, që ka marrë Kosovën në qafë me demarkacionin, ka mashtru aty, ka përfitu për vetë dhe në fund ka ndru subjekt se ju ka dashtë. Kushtrim. Kjo është në personale tani të kalojmë tema tjera. Nuk është në kuadrë të ofertës për po duje. Te shkolla, ma gjej një kryetar komune që i ka ndërtu nën qerdhe ose që mashtron që i ka ndërtu nën qerdhe. Ku janë nën qerdhe? 8 qerdhe, tha. 8, 7 që pitëm. A bonën me ti numru për qytetarë? Për qytetarë, apo me numru për qytetarë mashtron. Orloni, po njës në 2 ekrane, 2. Po njës në peve në banimit. Po funksionale për një shkollë ke qenë, një klasë ke qenë, mësime ke qenë. Po njës në peve në banimit të kundër kandidatit nga radhët e PDK-s. Ja e kemi bo para pak javesh, e kemi perorue fillimin e punive të qerdhe. Është një aneks shkolle. Jemi në fazën po për qytetarë të tani vetëm. Ti kundër kandidatit dytë. E kom fazën finale me abo qerdhe, në shatin e tina. Fazën finale. Fazën finale e kom qerdhe e tina. Këti tu ja bo. Se nuk u bo. Në Lozhan e kemi bo qerdhe, në është funksionale. Në Sveqel është qerdhja duke funksionue. Në Podujev këmë bo qerdhen që ne kemi gjithë të ndezor, të shkatruar, është duke funksionuar. Në Kërpime është qerdhja ndërtuar që është duke funksionuar. Pyetjen e bërë vetë pak, Bullici, pyetjen e bëri vetë. Në gëmi kjo është në proces. Cila qerdhe është në Leti numrojnë, leti shofit. Cila qerdhe është në Kërpime. Cila qerdhe është në Orlan. Son zonë sa i ka qerdhja në Orlan. Son zonë. Në Kërpime është që kjo... është aneks shkolla, është unë të bëj 40 që ashtu jo për një mandat, po për gjysë mandati. Kjo është qerdhja e Sveqles, e fshatit Sveqel. Kjo është qerdhja, kjo është objekti që ne kemi gjithë në Sveqel, shkolla vjetër. Kjo është qerdhja aktualisht që është në funksion. Në Kërpime cila është qerdhja, në Orlan ku është qerdhja? Një veç pak, lutem. Ku është shkolla qerdhja baklave? Kjo është qerdhja, qytetit. Ku është qerdhja? Kjo është qerdhja cilën e kom gjithë në qytetin e Podujevës. Kjo është qerdhja. Kjo është qerdhja cilën e kom bo, aktualisht. Dhe është këtë me një mandat? Krejtbe, veç pak. Asë janë të vërti, ajo në fotografi, Photoshopit, se i ka arruar.